Shqipëria në shekullin 21, një komb i tradhtuar nga elita, i braktisur nga arsimi, i varfëruar nga politika. 15 qershor 2025, Tirana. Si është e mundur që në shekullin 21, kur bota po flet për inteligjencë artificiale, eksplorim hapësinor dhe të ardhme të qëndrueshme, Shqipëria ende s'ka mësuar një gjë themelore, si të dëgjoj popullin e saj. Si është e mundur që asnjë politikan shqiptar, nga presidenti te kryeministri, nga ministrat te deputetët, nuk e ka kuptuar se udhëheqja fillon me dëgjim, me ulje përballë qytetarit. Me një pyetje të thjeshtë, çfarë të nevojitet për të jetuar me dinjitet? Por kjo pyetje nuk bëhet, sepse askush nuk ka interes ta dëgjojë përgjigjen. Dhe nëse e dëgjojnë, e përdorin vetëm për ta manipuluar më vonë. Një sistem arsimor që ka tradhtuar misionin e tij. Në vendet normale, shkolla është vendi ku lind mendimi kritik. Ku brezi i ri mëson të shtrojë pyetje, të kërkojë përgjigje, të kuptojë që liria vjen përmes dijes. Në Shqipëri, shkolla është kthyer në një fabrikë mediokriteti. Jo prej nxënësve, por prej sistemit. Prej një arsimi që ka dështuar që nga viti 1990 deri sot. Kemi një brez të tërë që nuk di të lexojë në mënyrë kritike, që nuk ka mësuar të mendojë, që nuk guxon të ngrejë pyetje për veten, për shoqërinë, për shtetin. Kemi universitarë që blejnë diploma dhe pedagogë që i shesin pa ju dridhur dora. Kemi mësues që më shumë i friksohen drejtorit të shkollës se sa ndërgjegjes së tyre profesionale. Dhe për këtë nuk mund të fajsojmë vetëm politikanët. Duhet të shikojmë në sy drejtuesit e institucioneve arsimore, dekanët që pranojnë miq për të emëruar pedagog, mësuesit që i marrin nxënësit në qafë për 5.000 lekë. Edukatorët që harrojnë se në çerdhe sillen shpresat e një kombi dhe jo thjesht fëmijë që duhet ruajtur. Ky është krim. Një krim i heshtur që nuk lë gjurmë të përgjakura, por që vret më thellë se çdo armë, vret të ardhmen. Dhe për këtë, ndëshkimi duhet të jetë më i ashpër se për një vrasës. Sepse pedagogët dhe mësuesit që shesin nota nuk po vrasin vetëm një individ, po vrasin shpresën, po lënë në errësirë një komb të tërë. Pushtetarët që nuk qeverisin, por vjelin. Kur koka është e kalbur, çfarë pret nga trupi? Shqipëria ka parë në 35 vitet e fundit një maraton të pandërprerë qeverish që kanë ndëruar vetëm emrat dhe logot, por jo natyrën e vërtet, grabitqare, arrogante, të papërgjegjshme. Ministra, zëvendësministra, drejtor, deputet, të gjithë të lidhur në një zinxhir klientelist që nuk prodhon shërbim publik, por vetëm përfitim personal. Janë po këta njerëz që emërojnë të paaftët, që krijojnë shtet për familjen dhe fisin, që e shohin Shqipërinë si bankë private ku mund të tërheqin sa të duan pa dhënë kurrë llogari. Nuk ka më vend për thirrje për reflektim. Ka vend për dorëheqje kolektive. Për përjashtim nga jeta publike të çdo individi që ka pasur apo ka çështje korrupsioni aktive apo pasive. Kjo nuk është hakmarrje, është drejtësi. Ligji nuk mund të jetë i butë me të fortët. Është koha për një ligj të ri moral dhe penal, ku askush që ka qenë i përfshirë në korrupsion nuk duhet të ketë të drejtë të kandidojë për poste publike. Duhet të ndërtojmë një sistem që heq menjëherë mandatin e një deputeti, ministri apo kryeministri në momentin që ekziston dyshimi i arsyeshëm për korrupsion. Dhe më shumë se kaq, është koha për të diskutuar për ligje që ndëshkojnë në mënyrë ekzemplare ata që shkatërrojnë qëllimisht një popull. Sepse të shkatërrosh arsimin, të vjedhësh shëndetësinë, të abuzosh me pasuritë publike, nuk është më shkelje ligjore, është krim kombëtar. Mund të duket radikale për disa. Por e vetmja mënyrë për të shpëtuar këtë vend është përmes radikalitetit të drejtësisë. Shqipëria nuk ka më kohë për fjalë të buta. Ka nevojë për ligje të forta dhe ndëshkime të pamëshirshme për ata që kanë shkatëruar brezat. Është koha që populli të zgjohet. Shqiptarët nuk mund të presin më që dikush tjetër të vijë e t'i shpëtojë. Duhet të bëhen peticione kombëtare, të kërkohen ndryshime rrënjësore në sistemin zgjedhor. Duhet të kërkohet heqja e menjëhershme e mandatit për të korruptuarit. Duhet të dalim në rrugë jo vetëm për rroga e pensione, por për dinjitetin kolektiv. Nëse nuk veprojmë sot, nesër nuk do kemi më komb, më shumë se sa që nuk do kemi qeveri. Sepse një komb pa arsim është një komb pa dije. Një komb me politikan të korruptuar është një komb pa shpirt. Dhe një komb pa dije e shpirt është një komb që shuhet. Shqipëria nuk ka vdekur, por po vdes. Dhe nëse duam ta shpëtojmë, është koha të veprojmë. Sot. Jo nesër.